Tani, nga Rogerti, do kalojmë tek Selina dhe tek Gimbo, që nga nata e mbrëmshme, në fakt 2 net më herët, Selina dhe Gimbo kanë patur pak, le të themi, thyerje shpirtërore me njëri tjetrin. Do të thoni pse. Gimbo, që në momentin e parë kur hyri brenda shtëpisë së Big Brotherit, u afrua me Selinën. Në dhomën e rrëfimit ai ka shprehur emocionet hapur për Selinën. Vllau i madh nuk e ka publikuar dhe nuk e ka komunikuar atë video ku do me thënë Gimbo thot që un jam i dashuruar në një farë mënyre te Selina më pëlqen jashtëzakonisht shumë, është goca që mua këtu brenda shtëpisë së Big Brotherit më falën energji, më falën dashuri, më falën pozitivitet, por që natën e mbrëmshme me videon e cila u shfaq në fakt në Prime, ku Selina ja tha Mirit ato gjëra që Miri dëshironte ti dëgjon, jo që Selina dëshironte ti thot, me të drejtë DJ Gimbo është prekur edhe pak e ka, do me thënë, mendoj që e ka tepruar i çik me këtë prekjen, sepse në fund ditës me patjetër që Selina dëshiron që të gjitha ato të jenë jashtë, ta fiton çmimin ajo. Natën e mbrëmshme në verandë, pas përfundimit të Prime-it, do me thënë nga ora 2:30 ka qenë 3, ky orar ka qenë, Selina dhe Gimbo se i ndiqja me detaje, ishin duke folur në verandë dhe po bisedonin me njëri tjetrin. Selina i tha që nuk ta kam bërë me kastile, do me thënë nuk doja në asnjë mënyrë që të penalizoj ty nga kjo lojë, unë dëshiroja që ti të jesh faktor dhe të jesh në Big Brother, por ishte situata e tillë, isha e imponuar ta them atë gjë, do me thënë unë e kisha me patjetër që ta them sepse Mirin e kisha në krah. Do me thënë Selina e tha këtë muhabetin. Edhe njerë ju potencoj, unë jam live, ju mund të shprehni komentet e juaja, unë i lexoj të gjitha komentet, do me thënë të bashkë bisedojmë së bashku, të ndajmë mendimet së bashku dhe të hedhim ide tona për ato gjëra që ne nuk i kemi në fakt të qarta me fenomenin e Big Brother. Dhe më pas DJ Gimbo u lëndua, u prek, u mërzit dhe u largua nga biseda. Natën e sonte, para se DJ Gimbo të shkonte në lavanderi dhe të bisedonte me Selinën, Greta, kunata e Selinës në këtë rast, teksa DJ Gimbo ishte shtrirë në verandë, ajo i shkoi afër edhe i tha që unë nuk e besoj që Selina mund të lidhet me ty, por Selina është duke të përdorur ty, ashtu siç ajo po e përdor Mirin dhe së shpejti kjo strategjia do t'i përfundon, dhe kjo loja do të merr fund, tha Greta. Dhe normalisht në atë moment, do me thënë DJ Gimbo e dëgjoi dhe kërkoi një lloj sqarimi me Selinën, duke i thënë që duke ja shprehur në një farë mënyre pëlqimin që DJ Gimbo në këtë rast ka për Selinën. Dhe Selina i thot, kam respekt shumë, por pëlqim nuk kam me ty. Aty do me thënë e preku jashtëzakonisht shumë DJ Gimbon. Tani, unë nuk e shoh, do jap mendimin tim në këtë rast, nuk e shoh që Selina nuk ka pëlqim me DJ Gimbon. Unë mendoj që Selina ka shumë pëlqim për DJ Gimbon, ka shumë, do me thënë, respekt, sepse fundit dashuria respekt është, ka shumë ndjesi për DJ Gimbon, por ajo e ka një bindje, që unë njëherë t'i lë gjëra të rjedhin. Me patjetër që Selin nuk lidhet me Mirin, vetëm në qoftë se Miri bëhet burr, edhe të pranon realitetin që është ndarë nga e shoqja, sepse thuhet që Miri nuk është i martuar dhe nuk ka kuror me gruan e tij, ai jeton në Shqipëri, ndërsa gruaja e Mirit jeton në Gjermani dhe normalisht do me thënë kjo gjëja ndikon në raportin e tyre, po që se të ishin të martuar, ajo do të kishte shkuar të jetonte tek Miri, do me thënë do vinte në Shqipëri të jetonte me Mirin apo anasilltas, Miri do të shkonte në Gjermani, por do me thënë ka një arsye apo ka një sebeb që Miri nuk e thot të vërtetën e tij. Por gjithsesi, Miri nuk ka këllçe, le ta them kështu publikisht, për t'ja pranuar të vërtetën Selinës. Ai e do Selinën, nuk është raport baba dhe bi, sepse nuk mund t'jetë raporti baba dhe bi në këtë formë, ai e ndjen Selinën, ai e preferon Selinën, ai e ka qef ta ketë Selinën në krah, sepse Selina është një vajzë e harreshme, Selina është një vajzë pozitive, Selina është një vajzë me shumë energji të mirë. Jeta e Mirit është një jetë e një artistit, Miri nuk e ka patur mendjen që të ndërtoj familjen si shumica artisteve, ky është mendimi im, por e ka patur
patur mendjen tek të dashurat dhe normalisht i ka rënë fati, është martuar me një grua gjermane. Dhe çfarë ndodh tani? Miri domethënë futet në Big Brother dhe kemi në jetë të dy dashuri, se e thash edhe që parë kur isha në një live me miken time në TikTok, Gracielën. Domethënë kemi dashurinë adoleshente dhe kemi dashurinë e pjekurisë. Këtë dashurinë që ne mund ta përjetojmë në moshën që është Miri. Është ajo dashuria e vërtet. Dhe çfarë ndodh tani? Miri tani nuk ka mundësi që t'ja thot Selinës që unë të dua, unë të pëlqej dhe dua të jem me ty, dhe xhelozon, ndërsa DJ Gimbo ja thot, tani kur do të bëhet përzgjedhja, Mirin apo DJ Gimbon, ndoshta karakteri Selinës është kjo goca që më shumë në krah preferon Mirin se sa DJ Gimbon. Dhe sonte Selina ja qartësoi në një farë mënyrë DJ Gimbos që unë nuk kam pëlqim për ty, por kam respekt. Domethënë, është një fjalë huazuar nga marrëdhënia e Brikenës dhe Mateos. Unë nuk mendoj që DJ Gimbo do ndalon, fundja fundit atë punë ka ai aty brenda. Ai ka punën që t'i shkon nga mbrapa, ta propozon, ti thot fjalë të bukura, ti shpreh emocione, ti shpreh pasione, etj. Dhe kështu që ai le ta bëj punën e vet. Edhe pse Miri në fakt ndihet shumë në siklet. Tani, që Selina do të rikthehet përsëri në shtratin e Miri, këtë nuk e diskutoj fare unë. Selina nuk do të largohet nga shtrati i Mirit, sepse shtrati i Mirit Selinën e mban në Big Brother. Në qoftë se Selina do largohet nga Miri, Selina nuk kaloj, sepse Selina nuk ka treguar lojën e saj, nuk ka treguar strategjinë e saj. Por njëkohësisht edhe Miri nuk e ka treguar. Jemi shumë vonë, kemi arritur në ditën e 49, në qoftë se Miri tani përzgjedhën që të bëj lojën vetëm sepse do Miri ashtu, domethënë ka shumë gabim. Sepse nuk është ajo zgjidhja, se nuk ka kohën më ta tregon dhe do penalizohet, do largohet nga loja. Kështu që kjo treshja e famshme do të vazhdon gjithmonë. Do t'jetë bashkë, ndërsa Selinën e shoh stratege, i ka futur dy çunat në lojë, po i manipulon si të don ajo, po i çon nga para e nga mbrapa, ato vrapojnë për të, çmenden për Selinën, dhe kështu që Selina është gjithmonë e faktorizuar. Selina si nga ana e Gimbos, si nga ana e Mirit është në prime, se situata është se kush ta kapën primin. Banorët e thon qartazi, e thon publikisht që ne luftojmë për prime gjatë gjithë kohës kur grinden, domethënë ato thon ne luftojmë për prime. Dhe kështu që në të dy faktet Selina e kapën primin dhe është një vajzë krejtësisht e zgjuar.